mboje në mend një herë e përgjithmonë, nëse në këtë jetë do me kalu pak ma mirë edhe do me undi ma mirë. Shumë njerëz kapen për gjanat ndryshme, kapen për njerëz, kapen për materializëm, kapen për situata, kapen për të kaluarën e tyre. Do më thonë, nuk ka ku me ditë se so gjana në këtë jetë që për çka kapen njerëz, pra mbojnë, mendojnë se është e tyre. Në këtë jetë pra, asnjë gjë nuk është e jona, se na kur kemi arë në këtë jetë nuk kemi pru asnjë gjë me veti. Krejt këtu çka i kemi edhe që i posedojmë, na vetëm mundem me qenë falenderus që i kemi në jetën tonë. Shqyr që kam shëndet të mirë, shqyr që kam me hongër edhe me pi mjaftueshëm, shqyr që kam rroba me vesh, shqyr që kam një shtëpi të mirë, shqyr që kam një familje, shqyr. Pra, sa ma falenderus që bohemi, aq ma shumë edhe na shtohen këto gjana një jetë. Por sa më shumë që kapemi për to dhe mendojmë që është e jona, aq më shumë do ta humbim, sepse pra neve asnjë gjë nuk na përket. Vetëm mundem me qenë falenderus, sepse kur kapemi për gjana dhe identifikohem që është e imja, momentin që ne humbim diçka, vuajmë maksimalisht. E çka është më e mirë? Me u boj vetëdijshëm e me qenë falenderus apo mirënjohës për atë që e ke, thjesht me vlerësu që e ke. Apo të mendojmë që është e imja si pronat, si njerëzit, si gjithçka pra në jetën tonë. Që mos t'i shkaktojmë e vetes vuajtje, është shumë më mirë ta kthejmë gjithçka pra në falenderim, se sa t'i shkaktojmë vetes dhimbje, duke u kapë për gjithçka që mendojmë që është e jona. Pra, asnjë gjë nuk është e jotja, as e imja, as rrobat e trupit janë të mia. Kështu që falenderohu për gjitha ato që i ke.